Pas përfundimit të procesit të krasitjes, fermerët duhet të kryejnë një sër trajtimesh të tjera në pemë drufrutore, ndër këto shërbime janë trajtimet kimike çdo javë në pemtore, kundër disa sëmundjeve dhe dëmtuesve, siç janë kroma, hiri, morje e të tjerë. Shërbimet kryesore janë ndjekja e trajtimeve kimike për sëmundjet apo dëmtuesit të ndryshëm, sikurse janë kroma e mollës, hiri i mollës, për dëmtuesit insektet, ku fermerët i vijojnë këto sipas programit të trajtimit që kanë përcaktuar, në bashkëpunim me agronomët e zonës apo edhe me fitofarmacitë e ndryshme. Po kështu po bëjnë punimin e tokës rreth kurorës, si dhe eliminimin e barrave të këqija. Bëjnë shërbime të ndryshme si hedhjen e plerave kimike, plerimin bazë. Sipas specialistëve të pemtarisë, kjo është koha më delikate për spërkatje, sepse kemi prezencë të lagështisë dhe temperatura të larta, faktorë këta që ndikojnë në shfaqjen e dëmtuesve.